Në atë protest, ne po kundërshtonim pakon e ish emisarit të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës dhe ish presidentit finlandez Marti Ahtisaari si një kompromis që shënonte padrejtësi për popullin ton dhe për të drejtat tona. Edhe vetë Ahtisaari ka thënë që propozimi i tij është kompromis. E ne ishim bindur që është një kompromis tepër i madh, ishim për partneritet me ndërkombëtarët, por jo për servilitet karshi tyre. Dëshironim që në Kosovë të vendos kuvendi, e qeveria, e presidenti, këtu ku jemi tani, u blokua marshi ynë dhe me njëherë filloi gazi lotësjellës që bëri vështirë ta njohim njëri tjetrin, se lëre më të shohim pak më tej se kush ku është. Dhe vetëm 8 sekonda pas hedhjes së gazit lotësjellës, policia Unmikut filloi që me plumba gome të skaduar prej 11 vjetësh të qelloi mbi trupat e demonstruesve, kryesisht në kokat dhe gjokset e tyre. 232 plumba, 11 vjet skadence, 8 sekonda pas gazit lotësjellës, atëherë kur pak çka dukej mirë. E vranë Arben Gjeladinin e Mon Balajn, u lënduan e plagosën rënd e lehtë 84 protestues, pra edhe vetë Unmiku e ka pranuar fajin. Mirë po pavarësisht pse në përgjithësi e kanë pranuar fajin, konkretisht nuk është kërkuar e zbatuar përgjegjësia e drejtësia ndaj asnjërit prej tyre, sepse ata polic me çiftet e tyre ikën në emër të imunitetit ndërkombëtar.